Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do t'jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Dhe sot shënon 8 dhjetor dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. 8 dhjetori është dita e 342 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 23 ditë. Ngjarje 1609. Biblioteka Ambrosiana hap dhomën e dytë të leximit. 1659. Qyteti meksikan Ciudad Juárez u themelua nga Fray Garcia de San Francisco. 1869. Timothy Eaton themeloi kompaninë të Eaton Co. Limited në Toronto, Kanada. 1886. U themelua Federata Amerikane Punëtorëve të Columbus, Ohio. 1980. Mark David Chapman vret këngëtarin John Lennon përballë dhe Dakota. 1987. Frank Vikovic vret 8 njerëz në zyrat e postës australiane në Melbourne, Australi dhe më pas bën vetvrasje. 1987. Ndodhi katastrofa ajrore Alianca Lima me 43 viktima. 1990. Protesta studentore në Tiranë, proteste parë antikomuniste në Shqipëri, Dita e Rinisë. 1998. Vriten 81 njerëz nga një grup i armatosur në Algjeri. 2005. Kapet nga policia spanjolle Ante Gotovina, general kroat i kërkuar për krime lufte në Playa de las Americas, Tenerife, Spanjë. Do të kthehemi pas në vitin 1863, kur një grup njerëzish me një vizion të madh krijuan kryqin e kuq ndërkombëtar në Gjenevë. Ky organizëm humanitar që edhe sot shpëton jetë në zonat më të vështira të globit, u bë simboli ndihmës dhe shpresës. Në vitin 1941, kjo ditë shënon hyrjen e Shteteve të Bashkuara në luftën e dytë botërore, një vendim që do të ndryshonte rrjedhën e historisë globale. Në vitin 1974, populli grek votoi për të shfuqizuar monarkinë dhe për të ndërtuar një republikë. Ky akt tregoi forcën e demokracisë në veprim. Por për ne shqiptarët, 8 dhjetori i vitit 1990 është një ditë që na bën krenar. Ishte dita kur studentët e Universitetit të Tiranës nisën protestat që shkundën themelet e regjimit komunist dhe hapën derën për lirinë dhe demokracinë. Dhe fatkeqësisht, 8 dhjetori i vitit 1980 është një ditë zije për muzikën. Pikërisht në këtë ditë, bota humbi një nga ikonat e saj më të mëdha, John Lennon, një zë i paqes dhe një shpirt i lirë, i cili u shua tragjikisht në New York. Lindje 1944. Lindi Vilhelm Vranari, historian e gjeografisë dhe poet shqiptar. 1947. Lindi Greg Aliman, muzikant amerikan. 1949. Lindi Ray Shulman, muzikant anglez. 1950. Lindi Dan Hartman, muzikant amerikan. 1956. Lindi Warren Cucurullo, kitarist amerikan. 1957. Lindi Phil Collen, kitarist amerikan. 1962. Lindi Marty Friedman, kitarist amerikan. 1963. Lindi Greg Howe, kitarist amerikan. 1966. Lindi Sinead O'Connor, muzikant irlandez. 1976. Lindi Kotaro Mitsushi, dubluese japoneze. 1973. Lindi Corey Taylor, këngëtar amerikan. 1978. Lindi Lan Somerhalder, aktor amerikan. Në vitin 1542, erdhi në jetë Maria Stuart, mbretëresha e Skocisë, një figurë që mbetet e njohur për dramën dhe tragjedinë e jetës së saj. Në vitin 1765, u lind Eli Whitney, shpikësi i makinës së pambukut, një pajisje që transformoi ekonominë amerikane. Ndërkohë në vitin 1925,
bota njohu një tjetër yll, Sammy Davis, artisti që me talentin e tij thyen kufit ratësor dhe krijoi magji në skenë. Një tjetër emër i madh, David Carradine, aktori karizmatik i serialit legjendar Kung Fu, lindi pikërisht sot në vitin 1936. Dhe për të gjithë ju që pëlqeni muzikën moderne, sot feston ditëlindjen Nicki Minaj, një nga zërat dhe energjitë më të fuqishme në skenën muzikore. Por kjo ditë na kujton edhe ata që nuk janë më me ne, si Thomas D. Quincy, shkrimtari britanik që na dha Confession of an English Opium Eater, i cili u nda nga jeta në vitin 1859. Në vitin 1907 humbëm një tjetër gjeni të letrave, Oscar Wilde, autorin e shuar të The Picture of Dorian Gray. Në vitin 1978, bota i dha lam të mirën Golda Meir, një nga udhëheqëset më të fuqishme të Izraelit. Dhe në vitin 2016 u largua një ikon tjetër, John Glenn, astronauti që e bëri Amerikën krenare duke u bërë njeriu i parë amerikan që 1903 vdik Herbert Spencer, filozof dhe shkrimtar i famshëm anglez. 1980 vdik John Lennon, muzikant anglez. 2004 vdik Dimebag Darrell, kitarist amerikan. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e John Lennon, i cili është një këngëtar anglez. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. John Lennon. John Winston Ono Lennon lindi më 9 tetor 1940, vdiq më 8 dhjetor 1980. Ishte muzikant anglez i zhanrit rock, tekstshkrues, autor dhe aktivist paqe që ka marrë famë në mbar botën si njëri nga antarët themelues të The Beatles. Me Paul McCartney, John Lennon formoi një nga partneritetet tekstshkrues më me ndikim dhe më të suksesshëm të shekullit të 20. Ai është i renditur nga Billboard si tekstshkruesi i dytë më i mirë pas McCartney. Lennon zbuloi një natyrë rebele dhe të ashpër në muzikën e tij, në film, në libra, në konferenca shtypi dhe intervista. Ai ishte kundërshtues përmes punës së tij si aktivist paqe së bashku me gruan e tij Yoko Ono. Pas suksesit të The Beatles, Lennon gëzoi një solo karrierë të suksesshme me albume si John Lennon, Plastic on Board dhe Imagine dhe këngë të tilla si Give Me Piece of Change dhe Image. Pas një vit imponimi për të dalë në pension për të rritur djalin e tij Sian, Lennon rishfaqet në albumin Double Fantasy, por vritet më pak se një muaj pas lëshimit të albumit. Albumi i cili në vitin 1981 fitoi Grammy Award for Album of the Year. Në vitin 2002 të anketuarit në një sondazh të BBC për 100 Greatest Britons votuan Lennonin të 8-in. Në vitin 2004 revista Rolling Stone e renditi Lennon të 38 në listën dhe fiti Greatest Artist of the Time. The Beatles qenë të parët. Ai gjithashtu u rendit këngëtari 5 më i mirë të gjitha kohërave nga Rolling Stone në vitin 2008. Ai kishte emrin e presidentit Churchill, një djalë i lindur në Liverpool në luftën e dytë botërore dhe gati nuk rrinte me të atin. Mamaja e tij Julia, siç e thoshte ai, i jepte arsye për të jetuar, por kur prindrit e tij Julia dhe Alfred Lennon u divorcuan, ai shkoi të jetonte me tezën e tij. Ai ishte me nota të mira në mësime, por me vdekjen e xhaxhas së tij, George, ai filloi të ndryshonte. Gjatë asaj kohe, ai kishte formuar bandën The Quarrymen me shokët e tij të fëmijërisë. E dashura e tij, Cynthia, më vonë u bë gruaja e tij dhe me të lindi një djalë, Julianin. Emri u vu për nder të nënës së tij Julias, pa kohë pas i vdiq. Më vonë ai u nda nga Cynthia dhe u lidh me artisten japoneze Yoko Ono. Tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për bojën. A i dini se si u krijua boja? Historia e bojës përshkruan lindjen e artit njerëzor deri në qytetërimet e hershme të Egjiptit dhe Greqisë dhe deri në revolucionin industrial. Sot boja përdoret në shtëpi, ndërtesa komerciale dhe automjete me një gamë të ngjyrash dhe përfundimesh.
Boja filloi si një formë arti brenda komuniteteve të hershme Homo sapient, me disa që e vlerësojnë se përdorimi i parë i bojës mund të datohet deri në 100.000 vite. Kjo bojë mund të ishte aplikuar gjithashtu në pjesë të trupit dhe lëkuar të kafshëve, por të gjitha pikturat më të hershme të mbijetuara janë në muret e shpellave në vendeve në Europë, Azi, Afrikë dhe Oqeani. Borat e përdorura do të ishin krijuar nga substanca me ngjyra natyrale, siç është qymyri. Boja ishte njohur në qytetërimet e para të mëdha nga muret me ngjyra të dendura në Egjiptit e statuet romake dhe greke të pikturora me ngjyra të qelura, në kontrast të plot me pamjen e mermerit të bardhë që zotrojnë sot. Me kalimin e kohës, boja u zhvillua më tej, me bojë vaj të regjistruar për herë të parë në vitin 650 pas Krishtit në Afganistan. Ka dëshmi të pikturës së shtëpive që nga shekulli 11 e tuti dhe drasat e kavancave të mbijetuara tregojnë teknika të avancuara me kalimin e kohës. Një metodë popullore në mesjet përdoret vetëm brenda përzierjes së bojës, e cila kur lustrohej jepte një pamje të bukur në piktura, ndërsa bota u bë gjithnjë më ndërlidhur. Pigmentet dhe ngjyrat mund të rrëvishin nëpër botë, si për shembull këndshilli i kuq që përsillet në Europë nga Meksika moderne. Shpërthimi i bojës së gatshme të përzier, boja e parë vërtet moderne erdhi me revolucionin industrial. Me prodhime në shkallë të gjatë të fabrikës dhe inovacionin teknik, duke e bërë bojën më të disponueshme, lyerja e brendshme e një shtëpie u bë më e popularizuar. Rritja e ngjyrave artificiale në shkalla e zgjeruar e prodhimit do kuptonte që në fund të shekullit të 19, borat e gjitha ngjyrave ishin në dispozicion për çmime të përballueshme. Opsione të ndryshme ishin në dispozicion, të tilla si emulsione të bëra smalti. Në vitin 1940, boja akrilike u prezantua duke ofruar një çmim më të lirë se boja e vajit dhe duke u rritur shpejt në popularitet. Disa nga prodhuesit kryesorë të borave në Mbretërinë e Bashkuar datojnë nga kjo epokë, me Marlens e themeluar në vitin 1884 dhe Crown Paints në fund të viteve 1850. Kompanitë të tjera të mëdha si Dulux dhe Farrell & Ball u krijuan në gjysmën e parë të shekullit të 20. Gjatë gjithë historisë, substancat e rrezikshme janë përdorur në bojë, qoftë për pigmentet e tyre ose për të ofruar përfitime si tarje më të shpejtë dhe rezistencë ndaj ujit. Disa prej tyre, si shilli i zgrim, përmbanin arsenik dhe u fajsuan për një sër probleme shëndetësore në shekullin e 19, duke përfshirë vdekjen e Napoleonit. Plumbi përdori zakonisht në bojë për përfitimet që jepte si tarja e shpejtë, qëndrueshmëria dhe një pamje më e qëndrueshme. Kjo bojë ishte veçanërisht e rrezikshme për fëmijët, pasi plumbi jepte bojës një shije të ëmbël dhe shkaktonte ngjecje në rritje dhe zhvillim. Në botën moderne, pigmentet e rrezikshme dhe borat e plumbit janë të ndaluara. Industria moderne e bojës në Mbretërinë e Bashkuar është një aspekt i madh i ndërtimit, duke prodhuar mbi 700 milion litra bojë në vitin 2019. Kjo ushitet si konsumatorëve ashtu dhe kompanive të tjera industriale, të cilët e përdorin ato për inxhinierinë civile, ndërtimin e ndërtesave dhe prodhimin e automjeteve. Shumë nga këto kompani janë ende të bazuara në Mbretërinë e Bashkuar, me kompani më të mëdha si Dulux që operojnë së bashku me kompani të mëdha, të vogla dhe të mesme. Do të shiten mbrojtura për një gamë të gjerë qëllimesh, më shumë të destinuara për dekorimin e brendshëm dhe të jashtëm të ndërtesave dhe të tjera të dizajnuara për të lyer tru ose metal. Ka ngjyra të tjera të specializuara të tilla si bojë kundër ngjitjes, bora të dizajnuara për të ndaluar kapjen e barnave në bykun anijes dhe bora të destinuara për përdorim si shenja rrugore. Përbarimet në ngjyrave artificiale tani nuk kuptojnë se një spektër i plotë i ngjyrave të pikturuara janë në shitje. Në zburimet e fundit duke përfshirë Vanta Black, që pretendohet të jetë materiali më i errët në botë. Borat me bazë uji do të jenë më të zakonshme për bojra shtëpiake, për shkak të procesit të tyre dhe thjesht të aplikimit. Boja emulsioni është një tjetër opsion popullor për opsionet mat ose mëndafshi, të dyja të bëra nga një përzierje e bojës me bazë uji dhe grimcave të polimerit. Borat me bazë vaj mbeten të disponueshme dhe janë ngjyra e zgjedhur për shumë profesionistë. Një tjetër risi moderne është boja me spray, e cila mbulon shpejt sipërfaqe dhe është e popularizuar nga artistët e rrugës. Tani u ftohet të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për Territori shqiptar për datën 8 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët dhe me vranësira të pakta në zonat verilindore dhe lindore. Paraditja do të sjellë mot të kthjellët në Bregdet dhe në jug, ndërsa vranësira kalimtare do të shfaqen në veri dhe verilindje. Pasditja pritet të qëndrojë me kthjellime të shumta në të gjithë vendin. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 17 gradë Celsius në zonat jugore dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë diell, kryesisht në perëndim dhe jug. Era do të fryjë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 8 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1.
Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 8 dhjetor do të jetë në orën 6:47 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 15 gradë Celsius. Kukës, 4 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 16 gradë Celsius. Berat, 9 deri në 15 gradë Celsius. Korçë, 3 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 15 gradë Celsius. Sarandë, 10 deri në 17 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 8 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave të thata ajrore, duke sjellë mot pothuajse të kthjellët në shumicën e zonave. Paraditja do të paraqitet me kthjellime të shpeshta në perëndim dhe jugperëndim, ndërsa vranësira kalimtare do të shfaqen në lindje dhe juglindje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 11 gradë Celsius në zonat perëndimore. Era do të fryjë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 1 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 8 dhjetor 2025 pritet të jetë I ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 08 dhjetor do të jetë në orën 6:46 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 1 deri në 9 gradë Celsius. Podujev, -1 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj, 0 deri në 9 gradë Celsius. Pej, 3 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë, 1 deri në 8 gradë Celsius. Gjakov, 2 deri në 11 gradë Celsius. Malishev, 2 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan, 1 deri në 8 gradë Celsius. Ferizaj, 2 deri në 8 gradë Celsius. Kaçanik, 2 deri në 7 gradë Celsius. Suhare, 3 deri në 10 gradë Celsius. Prizren, 2 deri në 9 gradë Celsius. Të nderuar të rishikues, kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do takohemi sërish nesër po në të njëjtën orë. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, se në websajtin ton drita.tv.